Po të ishin kushte ma normale, ne sot s'do të flisnim për zgjedhje, për fushat, do të flisnim tamam për fëmijët, për arsimin, për zhvillimin e tyre, për kujdesjen e tyre, por ja që ndodh në një shoqëri si kur kjo jona, që i ka 4 palë zgjedhje për 1 vjet e gjysmë, po m'duket, që në vend se të flasim për zhvillimin e fëmijëve, flasim për politizimin e fëmijëve në përdorimin e tyre në fushata. Konsideroj që kjo është e papranueshme. Konsideroj që të gjitha partitë politike dhe insistoj që të gjitha partitë politike të jenë shumë të vëmendshme për përdorimin e këtillë të fëmijëve, një, edhe dyta për që të jenë më të vëmendshëm dhe të largojnë duart nga politizimi i arsimit, sepse politizimi i arsimit pikërisht ka qenë ajo që ka godit mas ranti arsimin në periudhën e pas luftës. Prandaj konsideroj si një praktikë të papranueshme, përdorimin e fëmijëve në përfushtata për me ngrit numrat ose me i dhanë gjallëri fushatës ose tubimit, edhe konsideroj që ata duhet të japin gjallëri me kuptimin asaj që ofrojnë popullit e jo të i sjellë fëmijët në tubimet. Normal që kur për të 4-ën herë përsëritet sende më nuk janë të mirë fillta, edhe unë me frikë të madhe kam shiku, e kam përcjell fushatën deri tash normal në fushën time të arsimit, edhe jam relativisht i brengosur, sepse po del vetëm si një mësim i mësuar për mendje, jo si një preokupim, si një zotim, si një përkushtim i partive politika, po shoh si një dekor të fushatës, hajtë folim pak edhe për arsimin e të tjera, po shoh si do formulat mësume për mendje, kurikula, cilësia, infrastruktura, edukimi në fëmijërinë e hershme, po shoh që nuk e kanë për një mend gjithë. Kjo po më brengos shumë. Kjo po mbrengos shumë, sepse në zgjedhjet e përparmes, po ku kishte një seriozitet më të madh, kishte një programet njerëzit kur dilnin me fol në fushat, në tubime, në këto, flisnin prej programeve dhe i dedikoheshin arsimit në mënyrë me të hollësishme. Tash po mbrengos mënyrja e trajtimit të arsimit, po mbrengos që po dalin po flasin kush din e kush s'din për arsimin. Pra nuk ka profesionistë fushës që ndërtojnë programe brenda partive për arsimin? Kanë profesionistë mirë, kjo po më befason. Pse nuk e çojnë profesionistin me fol për arsimin, po i dëgjoj disa ka që flasin mirë, që i din, po mesatarja flet për kurikulën e shetit, që nuk po e di çka kurikula, flet për arsimin dual, e shet si diçka tjetër, jo si arsim dual në arsimin profesional e të tjera. Kjo po më brengos.